Allahu Akbar. Qindra besimtar musliman falin namazin e Fitr Bajramit në Vlorë. Qindra besimtar vlonjat, por edhe të huaj janë mbledhur mëngjesin e kësaj të premte pranë pallatit të sportit në Vlorë për të falur namazin e Fitr Bajramit. Pas një muaji sakrifice, agjërimi dhe lutjes gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët kanë festuar këtë ditë të rëndësishme për besimin musliman. Në këtë ceremoni është vënë re dhe pjesëmarrja e lartë e grave dhe të rinjve, të cilët janë bashkuar faljes në një atmosferë përkushtimi dhe solidariteti. Ceremonia ka nisur me leximin e Kuranit nga Hoxha Turk Ismail Çalkexhe për të vijuar më pas me faljen e namazit. Në fjalën e tij, myftyi i Vlorës Ardito Zllaku ka uruar të gjithë besimtarët për këtë festë të madhe, duke theksuar rëndësinë e paqes, begatisë dhe solidaritetit në këto kohë të vështira. Ai u bëri thirrje besimtarëve të tregojnë më shumë sinqeritet, të ndihmojnë ata në nevojë dhe të mos harrojnë vlerat e sakrificës dhe humanizmit. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman dhe më gjerë, të gjithë shqiptarëve gëzuar Fitr Bajramin, të jetë një ditë reflektimi dhe një ditë e bukur, por kjo ditë e bukur na sjell edhe paqen në mbar botën, sepse kemi shumë nevojë për paqe në këtë ditë. Fitr Bajrami shënon përfundimin e muajit të Ramazanit dhe është një moment reflektimi, falënderimi dhe bashkimi për të gjithë besimtarët musliman.